Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja tani të kalojmë pak nga formati tjetër. Të shkojmë pak tek ferma VIP. Çfarë po ndodh me mimozën, këtë fenomenin që në fakt na ka rëmbyer zemrat të gjithëve. Mimoza Ahmeti, një vajzë shumë dimensionale, por që në shpirtin e saj fshe një jetë shumë të vështirë, fshe një të kaluar shumë të rëndë. Nga një njeri që unë nuk dëgjova dua para. Më thënë gjatë gjithë kohës që po bëhet ky format, ky ofermë VIP, unë nuk dëgjova nga mimoza që kam nevojë për para apo dua para. Nga mimoza dëgjova që kam nevojë për njerëz, kam nevojë për dashuri, kam nevojë të buzëqesh. Do të thënë këto ishin fjalët që mimoza i thonte gjatë gjithë kohës dhe i thot gjatë gjithë kohës në ferma VIP. Ditën e sotme të gjithë jemi tronditur me një lajm që mimoza ka vendosur që të lërë fermën. Ka patur komente të ndryshme, unë e dija që mimoza nuk e përballon dot, unë e dija që mimoza nuk e lufton dot këtë lojë, më vjen shumë keq, nuk e shoh dot fermën pa mimozën, mimoza është shumë e rëndësishme në këtë format etj. Por jo, mimoza nuk e ka lënë fermën. Mimoza është brenda në fermë, është duke u kujdesur për të gjitha gjërat në kuzhinë, nuk e di sa e shikoni, ju bën gjalpin, ju bën dhallin, ju bën kosin banorëve sepse këto duhet i bëjnë vetë, domethënë, nuk i kanë me të blerë këtë gjën. Gjëra që janë domethënë produktet nga qumshti. Kujdeset për supën e tyre edhe pse ditën e dieshme askush nuk e hëngri supën e mimozës, vetëm Romiri, të cilin e përgëzoi që nuk ja ofendoi ushimin, sepse këto të tjerët e kishin si me frikë dhe bile se paragjykonin. Unë e pash Sarën në një moment që qeshte me të madhe dhe u thonte, ju kam thënë unë që supën e ka bërë mimoza, unë ju thash që në fillim që gjasme mos e provoni këtë supë sepse është e bërë nga mimoza. Dhe pikërisht kjo gjëja mua më preku pak dhe më lëndoi sepse duhet ta shohësh njëri me këtë sy në qoftë se është aq gazmore dhe që ka, domethënë ta përkufizosh si njëri i çmendur, që të kesh frikë të hash ushimin e saj. Por gjithsesi kjo gjëja nuk është se ndikon tek disponimi i mimozës, nuk është se ndikon tek njerëzilliku i mimozës dhe nuk është se ndikon tek shpirti që ajo ka. Pa marr parasysh që disa nga banorët mundohet që ta tallin, e marrin si të pavlerë, e marrin si në natyrë budallaqeje, por mimoza tregon që është shumë më e zgjuar se sa ata mendojnë dhe që është shumë më njerëz se sa ata mendojnë. Unë mendoj që mimoza nuk do të largohet kur nga ferma, do të jetë fituese e këtij formati, sepse për mendimin tim mendoj që e fiton. Fal mimozës se shohin të gjitha këtë fermën dhe mendoj që ky është viti i art që ndoshta mimoza e ka pritur gjatë gjithë jetës së saj dhe në qoftë se Arbana dhe Eduardi bëjnë një gjë të bukur është fitore e mimozës. Në fakt unë e pres sepse nuk është fakti që vetëm bën shaka, por është edhe e zgjuar, domethënë ka një lloj perceptimi që për ato të cilët e kuptojnë mimozën, e shohin botën që vërtet është në formën siç e thot ajo, jo në formën siç ne duam të gënjejmë veten tonë. Domethënë mimoza qëndron brenda në fermë dhe më thoni si e keni parë mimozën gjatë gjithë kësaj kohe.